e përdorim çdo sekond, por a ndalemi ndonjëherë të mendojmë se çfarë fshihet vërtet pas një prize? Mirë, sot do të bëjmë pikërisht këtë. Do të ndjekim udhëtimin e jashtëzakonshëm, thuajse të padukshëm, që bën energjia elektrike për të arritur deri tek ne. Mendoje pak, nga telefoni që karikojmë e deri te drita që ndezim, energjia elektrike është absolutisht kudo. Por sistemi që e sjell atë tek ne? Wow! Ai sistem është një nga makineritë më komplekse që është ndërtuar ndonjëherë. Atëherë, le ta bëjmë këtë. Le ta ndjekim hap pas hapi rrugën e energjisë elektrike, që nga momenti i krijimit deri në atë çast kur ajo vjen dhe fuqizon jetët tona. Në rregull, çdo udhëtim duhet nis diku, apo jo? Për energjinë elektrike, ajo linjë nisjeje është centrali elektrik. Por, ja ku qëndron çështja. Energjia elektrike që prodhohet këtu nuk është ende gati për udhëtimin e saj të gjatë anë mban vendit. Ende jo. Pra si përgatitet ajo? Përfytyroni pak presionin e ujit në një zor kopshti. Për ta bërë ujin të shkojë vërtet larg, duhet të rrisësh presionin. E njëjta ide vlen edhe për rrymën. Për të udhëtuar në distanca të gjata pa humbur fuqi, tensioni i saj merr një shtys masive, po flasim për deri në 380.000 volt. Dhe kjo ndodh pikërisht aty, në një stacion transformatori ngjitur me centralin. Pasi tensioni është ngritur në maksimum, energjia elektrike më në fund është gati për superstradën e saj. Dhe kjo është rrjeti i tensionit të lartë në thelb, shtylla kurrizore e të gjithë furnizimit me energji të vendit. Dhe ky krahasim këtu tregon vërtet pse tensioni i lartë është kaq thelbësor. Po të provoje ta dërgoje me tension të ulët, thjesht do të shpërapesh. Është si të përpiqesh të ujtësh kopshtin me një zor që pikon. Pjesa më e madhe e energjisë do të humbiste si nxehtësi. Por me tension të lartë, ajo udhëton me efikasitet drejt në destinacionin e saj, me humbje minimale gjatë rrugës. Ajo që është e mahnitshme është se ky rrjet bën të mundur që energjia e prodhuar, le të themi në një pjesë të vendit, të përdoret qindra kilometra larg. Është vërtet një sistem kombëtar. Në rregull, pra energjia elektrike po lëviz me shpejtësi nëpër superstrada, ndërsa i afrohet qyteteve dhe zonave të banuara, asaj duhet të marrë një dalje dhe të kalojë në rrugë më të vogla. Ktu hyn në lojë në stacionet e mëdha. Në këto pika, tensioni ulet për herë të parë, duke përgatitur energjinë për shpërndarjen në komunitetet lokale dhe tek disa konsumatorë të mëdhenj industrial. Dhe kur themi konsumator të mëdhenj, e kemi fjalën për vende që kanë nevojë për shumë më tepër energji se sa një shtëpi e zakonshme. Mendoni për impiante gjigante industriale, spitale, aeroporte. Ata lidhen drejt për drejt me këtë rrjet rajonal të tensionit të mesëm. Tani, mënyra se si janë shtrirë këto linja energjetike nuk është as pak e rastësishme. Ashtu si qytetet kanë harta të ndryshme rrugore, edhe rrjetet elektrike kanë dizajne të ndryshme ose topologji. Dhe ky dizajn është një akt balancimi super i rëndësishëm midis kostos dhe besueshmërisë. Në thelb, ekzistojnë 3 strategji kryesore. E para, kemi rrjetin radial. Përfytyroni degët e një peme. Është i thjeshtë, është i lirë, por ka një dobësi të madhe. Nëse ndodh një defekt diku në një deg, gjithçka më poshtë në ato linjë mbetet pa drita. Fund. Pastaj kemi rrjetin unazor. Këtu gjithçka është e lidhur në një lak. Pra çfarë ndodh nëse ka një ndërprerje në linjë? Asnjë problem. Energjia thjesht rrjedh nga drejtimi tjetër. Kjo e bën atë shumë të besueshëm, prandaj është ideal për zonat urbane dhe periferike. Dhe së fundi kemi dizajnin e nivelit më të lartë, rrjetin e gërshetuar. Ky është më i besueshmi dhe gjithashtu më kompleksi. Është si një rrjet e vërtet me ndërlidhje të shumta që krijojnë plot rrugë alternative për elektricitetin. Kjo garanton funksionim maksimal dhe përdoret për infrastrukturën kritike, vende si spitalet, ku një ndërprerje e energjisë thjesht nuk është një opsion. Në rregull, jemi pothuajse në fund. Le të flasim për pjesën e fundit të udhëtimit, sjelljen e asaj energji elektrike nga rrjeti i lagjes drejt në derën e shtëpisë. Pra, ja ku e kemi, i gjithë udhëtimi i uljes së tensionit me pak fjalë. Fillojmë me një tension masiv prej 380.000 volt në superstrad, ai zbret në 110.000 për rrugët rajonale dhe pastaj transformatori lokal i lagjes bën hapin e fundit, duke e ulur atë deri në tensionin e sigurt dhe të përdorshëm prej 230 volt që marrim në shtëpitë tona. Dhe ato 230 volt? Ky është numri magjik. Është tensioni i sigurt dhe i përdorshëm me të cilin janë projektuar të funksionojnë të gjitha pajisjet tona, nga televizori te thekelesja e bukës. Pra, le të bëjmë një hap për hapa.
për një sekond, dhe thjesht të vlerësojmë sistemin e jashtëzakonshëm nëpër të cilin sapo udhëtuam, Atëherë, cila është pika më e rëndësishme për t'u mbajtur mend nga i gjithë kjo? Është se i gjithë ky udhëtim tepër kompleks, nga centrali elektrik përmes qindra kilometrave nëpër transformime të shumta, e gjitha ndodh sa hap e mbyll syt. Në momentin që një çelës ndizet, i gjithë ky sistem ka punuar dhe ka sjellë energjinë. Është një rrjetë e heshtur, e padukshme, që punon 24 orë në 7 ditë, duke mbështetur pothuajse çdo aspekt të jetës sonë moderne. Dhe kjo është vërtet pyetja e madhe me të cilën përballen inxhinierët dhe politikbyrësit sot. Është diçka për të cilën të gjithë ne mund të mendojmë herën tjetër kur, pa u menduar 2 herë, ndezim një llamp.